Tash e disa ditë, deponia rajonale mbeturinave në sferë këtë pejës është përfshirë nga një zjarr masiv. Tymi toksik vazhdon të mbulojë zonën përreth pa ndërprerje, duke shkaktuar dëm ekologjike dhe rrezik për shëndetin publik. Të shtëpia këtë kytimi se përgën për këtushit, këtë mana për në shpe. So mirë heqa, për njëra keqe, ku me di çka djeket atë mana, çka djeket. Jetojmë këtu, afër kësaj deponisë këtu, peshëri të merrin, ç'a bëhet këtu, s'merr mosa kërkosh, është katastrofë, probje. Bile këtu kur të bjerë shi, kur të është sot del jartë një me dritare, është të merë. Përkeqësimi i gjendjes ka izoluar familje të tëra të zonës, të cilat tash e disa ditë po kërkojnë ndërhyrje emergjente dhe zgjidhje të problemit. Që dy javë, që shëja po në komune gjithë ka po pos protesta para 2-3 dite, s'merr mosa kërkosh. Kjo është pej para lufte është kjo problema, tash që 10 vitet e fundit është të merë, kjo përshëndet është mëzdvet. Lokalizimi i zjarrit vazhdon të jetë sfidë edhe për zjarrfiksit. Po thuja 24 orë jena ndërrim ditë, natë, 4 ndërrime që jena, jenë vazhdimisht në intervenim. Që veç sa përfundova, duhet me shku prapë, marrë me tjetër në automjete, me mujtë me bonoj sen. Po është mundësia shumë e vogël. Edhe është shumë problem u legalizohu, se është me përmasat më dhaja zjarë. Dhe thotë këtë mbeturin, këtë rreth, është uja zjarë. Kanë provu dikush me do kompani për me mbulu me dhe, po nuk kam mjaftueshme. Duhet pak më shumë, në masë më të madhe të dhe, për me bëmë në ngurfatje. Nësa do që gjujmë, a nuk unë e sërësërmonë, së dhe thellë zjarë. Lokacioni i kësaj deponie menaxhohet nga kompania për menaxhimin e deponive në Kosovë. Ndërmarrja publike lokale Ambienti ditë më parë ka ngritur dyshime se zjarri është shkaktuar qëllimisht nga persona të pandërgjegjshëm. Komuna Pejës vazhdon të koordinojë ekipet e emergjencës për izolimin e zjarrit, duke bërë përpjekje edhe për të mbuluar vatrat e zjarrit me dhej, pasi uji nuk mjafton për shuarjen e mbeturinave që digjen në thellësi.